أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام Falënderimet janë për Allahun, Zotin e gjithësisë. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ato besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira e Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni këtu bashkë për t'ju drejtuar Zotit xhelaluhu me lutje në ditën e xumas. Allahu na falt edhe na mëshiroft gjithë bashkë inshallah. Allahu xhelaluhu na ka sjellë në jetën e kësaj bote dhe po ai na mban në këtë botë. Dhe njeriu sa të jetë në këtë botë, duhet që goja e tij dhe zemra e tij ta përmendi Zotin xhelaluhu. Dhe përmendja e Allahut e para bëhet me gojë. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Dhe nuk duhet ndaloj asnjëherë në njerëzit më të këqij të kësaj bote janë ata që s'përmendin Zotin. Dhe toka hidhrohet me atë njeri që shkel mbi te edhe nuk e përmend Zotin xhelaluhu. Pra është një gjë shumë e rëndë. Allahu na ruaj njeriu të mund t'i kaloj me orë të tona pa u kujtuar Zotin. A disi të regoj një herë, një zog ka qenë duke fluturu edhe dihet që çdo krijesë e falenderon Zotin, e përmend Zotin. Me një mënyrë që ne nuk e kuptojmë, po Allahu e di. Një pejgamber i Allahut Sulejmani alayhis salam e dinte se si shpend kafshët të ndryshme e përmendin Zotin, sepse Allahu ja kishte mësuar gjuhën atyre. Edhe zogu po fluturon, po ka harru vetëm një moment me përmend Zotin. Si do a thamun ju, sa qele me lësët. Edhe për këtë gjë ka ranë burg. E kanë kap zogun. Apo si të them, ka ardhur dënimi i Zotit, pse sa ka përmend Allahu një herë, ka ranë burg. E kanë kap ato njerëzit. Edhe mos e kanë kap, e kanë qit me shit. E keni parasysh, kur shitet ky zogu që e kapin, sa i ka flet, hik. Pra ky të shi do rrej gjithë jetën kafaz, i burgos. Edhe zogu po mendon që këtë dënim e ka vetëm pse sa ka përmend Zotin një herë, i çast. Jo gjithë jetën. Dhe e kanë qit me shit. Po ai personi që e ka ble, ka qelluar të treg, po ka qenë njëri shumë i mirë. Emrin e ka pas Xhunejt. Domethënë, pak burrë në botë e kanë falenderu, e kanë adhuru Zotin si Xhunejti. Pak burrë. Domethënë, kur them pak, wa alaikum salam. Në qindra, apo mija, apo 1 milion, apo 2 milion që mund t'jenë nga këto kampionët, gjigandat që kanë përmend Zotin xhelaluhu, ky është një nga ata. Edhe ka thonë Xhunejti, ma shitni mu? Po i thonë, po e shesim shtrenjt. Sa të boj, thotë, ju jap lek. E merë zogun, wa alaikum salam. Sa e mor e lëshoj, që tjetë i lirë.
kam pa dhe njëri, këtu kam pa i video, që ka dal një njëri të shqitë zëjtë kështë me kafazë, keni pa? Mirë po, Allahu Gjellësharu ka ata i ka caktu që t'jenë të lirë, për nuk ka dhonë fletë, me fluturu. Ja me hane me pije me majtë mrena të kafazë. Dhe më thonë, të i ndrysha jetë në ti, zogut. Edhe i bleu një bos, një 20 apo 30 kafaz, i kishte plot me zëj. I dha lek të tine, ja jep të ndorë, kap shlo, të gjithi shpërndau. A i prononi që i shifte kështu se mund i kthen të prap që me i shit me fitu lek. Mirë po, hikshin zëj. Zogu u liru nga burgu, nga Gjunejdi, zote me shirofti, inshallah se ka qenë me të vërtet. Wa alaikum salam. Burri devotshëm. Boni i gjira flitorim dhe ju kthe prap. Edhe i fletor robi zotit, thot. Wa alaikum salam. A e di, thot, pse rash në burg? Nuk e di, thot, Gjunejdi, Allah me shirofti. Thot, unë harrova që ta përmend zotin i qast, zotim dinoj dhe rash në burg.